E vendosur në zonën e Kurbinit, laguna e Patokut ofron një peizazh magjepsës me ujëra të kristalta, ishuj të vegjël natyror dhe një faunë të pasur, duke përfshirë shpend të rrallë si pelikani katurrel dhe flamingo të rozë. Përveç vlerave ekologjike, kjo zonë ka tërhequr vëmendjen edhe për turizmin e qëndrueshëm, me restorante tradicionale që ofrojnë gatime të freskëta të peshkut dhe një mikpritje të ngrohtë nga vendasit. Do të vish në këtë vend është me vërtet mrekulli. Çdo moment që kam të lirë në kur vin Lezhë, unë vi pi o një kafe, o me angë një peshk në të zonë. Ushqimi është shumë i freskët, laguna është vendi më i preferuar. Sa deti është ajri pastër gjitha. Çmimet janë të vëllitshme, cilësia e ushqimit. Interesi për Patokun po vjen gjithnjë në rritje, pasi shërbimet që ofrohen dhe çmimet janë konkurruese, thon operatorët turistik. Po të ulesh me hëngrën Patok të kënash dhe me nga çmimet dhe nga ngatimet, që janë ngatimet veçanta, janë të Patokut, janë tradicionale dhe pa lëviz fare. Laguna e Patokut mbetet një nga destinacionet më të bukura për ata që duan të eksplorojnë një vend të veçantë dhe të shijojnë harmoninë mes natyrës dhe traditës shqiptare.